Po s'ka që të shqirë. Ja vetës. Rita në Milano. Rojmë nëse ketë radhë pashaportat si që ka gjithmonë këtu në jo këtu në Milan, po ku do në Italinë në drejtë ka shumë radhë. Por, rojmë të kemi pasi, na duhet të shkojmë direkt të përna njëri. First thing first. S'po prisni më, po ngorde moria. Kemi për 2 orë tek pashaporta. Përsi ju kemi pa shumë për detaje, por dhe më tregoj më gjatë më vonë. Ne jemi super të lodhur. Thjesht në duhet të shkojmë te hoteli, të lejmë valigje, të qetësohemi pak, të vendosim telefonat në karikime dhe pastaj të dalim. Se sot s'kemi gjë për të bërë. Ne isim në mëngjes, jemi për të përna njëri. Këtu ka qenë Ambra dhe Ajli, kanë pas ardhur më para nesh. Ajli ka ikur, tani do qëndroj Ambra me ne. Edhe këto 3 ditë jemi këtu në Milano. Buongiorno, Italia. Our team, my team. Kam veshur këtë setin Lina. Super, tani është fix për këtë setin se nuk është as shumë as shumë flot. Dhe rehat. Të syzet e reja që kam blerë mbrëm. Dhe gati për në Panajër. Dikush është me çantën në tjetër studio. Kudo, nga të që shkel. Arritëm! Yay! Është e njëjta vendodhje Panajër që ne kemi pasur para një muaj gjys në Mori, por është komplet tjetër gjë. Tani kemi ardhur për lëkura, kemi apelle, dhe rapelle. Normalisht ne do sjellim super cilësi dhe super copa. Ndërkohë shikoni Ambrën. S'ka nevoje I ka kamet më gjata se ne. A shët na e ka love. Ja, po që se unë ri pa eci. Çfarë vajze. Mos më thuj se dhe Ajli në ke bo për të hecë kështu. Në kam. Ajli ta ka bo me hile. O, Ajli. Ashtë që të bo Ambra. Menagjere, jo lafe. Hello nga dita tjetër. Këtu në Milano. Me grupin Shorupin.
Ja u lash sot. Hello. Unë jam ullur këtu të qokolatine sepse Rogerti lëvizi për të takuar një shok dhe jam vetëm të tregoj pak më tepër se nuk është se kam folë shumë në këto udhëtim edhe s'ju kam treguar. Këtu po pi avokaton time që tani është vetëm kafe, akullorën e kam mbaruar. Ka pak. Si që kam thënë, ne kemi ardhur në Milano për panajeri, por fatmirësisht ne arritëm që të gjitha kontakte që na duheshin dhe kontratat dhe bashkëpunimet që kemi lidhur me bashkëpunëtor të ri, i arritëm dje brenda ditës, pra kemi qenë shumë vigjilent dhe shumë të shpejt. Edhe të gjitha gjërat që kishim planifikuar për këto ditë, pra sot dhe nesër, arritëm t'i bëjmë 2 ditë e para. Ditën e parë kam bërë Ambra dhe Ali dhe ditën tjetër unë, Rogerti dhe Ambra. Pra ne arritëm që t'i mbyllim gjërat shumë shpejt, më shpejt se që kishim imagjinuar. Dhe biletën kishim bërë për të kthyer për nesër, pra të premten në Shqipëri. Edhe sot kemi pas totalisht ditën e lirë, e kemi shfrytzuar për të bërë shopping. Ambra kaloi tek motra vet, se ka këtu në Milano. Edhe ne kemi shijuar shumë sot, kemi bërë blerje, kemi ecur, kemi ndaluar për të ngrënë ndonjë ëmbëlsirë, për të pirë kafe. Dhe vërtet e kemi shijuar, jemi qetësuar, pavarësisht se jemi lodhur, se vetë shoppingu do ecër gjithkohës të super love, por normalisht kur ble gjëra të mira, ti nuk e ndje fare lodhjen. Besoj i keni parë që kam bërë blerje, kam blerë 2 rimova, një valigje për bagazh dhe një valigje për lart te kabina e avionit. Tani unë po sorollas këtë telefonin se më thënë të drejtën nuk po më qëndron. Edhe po më rëshket. Okej, uroj që tani të jemi më mirë. Tani, me qënë se unë jam vetëm dhe po presë Rogerti, thash t'ju tregoj pak blerjen që kam bërë tek Bottega Veneta. Është shumë e bukur, Unë s'kam blerë një çantë. Si më kanë ngel menja të çanta që pash. Zot sa e çuditshme që ja. Është shumë e bukur, po është shumë e bukur përse mora. Gjithsesi, kam marrë një palë syze që janë super të veçanta dhe më thënë të drejtën janë syze jo të përhapura shumë, as nga influencer të huaja, as nga influencer në Shqipëri, jo. Edhe më pëlqen shumë këto syze pak më të veçanta, syze që jo çdo fytyrë mund t'ju shkojë. Fatmirësisht mua më rri mirë çdo lloj palë syze dhe jam me fat. Por dhe jo deri diku se shpenzoj shumë lek me syze. Nëse është diçka që unë adhuroj, janë syzet. Dhe nëse në një rrugë unë mund të kem blerë disa palë syze, sa herë shikoj një dyqan syzesh, unë do të ndaloj dhe na erdhi Rogerti. Kështu që do ju tregoj pak syzet, se e di që kur do shkoj në shtëpi jam super rëmuj atje dhe nuk do m'dali koha t'ju tregoj. Të paktën këtu në YouTube. Edhe po bëjmë një unboxing live këtu në rrugët e Milano. Kjo është kutia. Sa bukur. Kjo është dashbegu i syzeve. Më pëlqen shumë këto që janë kështu se i kam të gjitha të tjerat, kutitë e syzeve, po janë shumë të ngurta dhe nuk më rri mirë në çantat e vogla, kurse këto më pëlqejnë shumë. Ne t'ju tregoj syzet.
edhe më thoni nëse ju pëlqen apo jo. Një palë të tilla I kam të vendosura, por nuk mjafton kur, dua ngjyra të reja dhe janë këtu. Kanë këtë gjën silver, detajin e botegës silver, edhe kjo këtu anash është silver, zakonisht të gjitha syzet e mia kanë detaje gold, kështu që pse jo doja diçka silver dhe janë me këtë xhamin transparent, që me thënë të drejtën janë gjëja më in në këtë sezon dhe në gjitha Fashion Week që janë bërë deri tani dhe janë prezantuar nga designer. Janë këto syzet super gjigante, të mëdha, oversize, siç zakonisht unë. I love it! Shikoni pasën e bukura. Mua më pëlqen shumë, realisht, sepse të paktën ato shihet dhe në ato gjëra që unë kam dëshirë ose kombinoj, sepse të gjitha format e syzeve të tjera, unë I kam bler, I kam të gjitha. Dhe doja diçka pak më unike, pak më stylish, pak më big, siç janë këto. Janë super të bukura. Dhe po ta shikoni, kjo lentja është si me refleks baby blue. Shumë e veçantë. Kjo ishte blerja nga Bottega këtë herë. Kemi bërë shumë blerje, si asnjëherë tjetër. Unë kisha pikasur disa gjëra për të blerë, por kemi blerë dhe gjëra të tjera, si për shembull kemi hyrë tek HM-ja, kemi hyrë tek Mango, kemi hyrë tek Zara, kemi hyrë te And Another Stories, edhe kemi parë disa gjëra unike. Zakonisht unë kur udhtoj ble gjëra që nuk I gjej në Shqipëri, në dyqanet në Shqipëri, dhe mendoj që janë pak më të veçanta, pak më unike, s'ka rëndësi nëse I gjej tek HM-ja, Mango, ose kudo që të jenë, sepse besoj shumë njerëz e dinë që Mango ka shumë modele dhe cilësi më të mirë Itali dhe kudo tjetër jashtë. Gjithashtu edhe Zara kishte disa gjëra shumë unike dhe shumë bukura. Kam blerë shumë për Bekin, për Roin, disa gjëra për Rogetin pak më pak, dhe shumë gjëra për mua. Kam blerë syze, kjo është pala e 4 të syzeve. Mora një palë të Miu. Asnjëra nuk I kam këtu. Mora 2 palë tek Another Stories, që ishin të lezetshme, shumë stil, edhe këto të Bottegas. Kam marrë make-up-e, hym dje tek Kiko, një pjesë e veshjeve që bleva dje I kam tek Roma, edhe do shkojmë dark sot I sistemojmë gjërat, tani që kam blerë në valixhet e reja, do I përhapim pak se normalisht do paguajmë valixhe ekstra nga ato që kemi ardhur këtej. Gjithsesi, valixhet mezi po prisja t'i merja, nuk doja t'i merja në personal shopper, doja t'i blija vetë, t'i përshidhja, t'i bëja kombinime dhe bëja iniciale dhe doja t'rregoj ndoshta kur shkoj te dhoma ose kur shkoj në shtëpi ose në udhime të tjera. Kështu që mora një të vogël që do e kem edhe ndoshta kur udhtoj brenda për brenda me makinë në Shqipëri, por edhe kur lëviz jashtë kryesisht. Tani t'ju tregoj 2-3 gjëra që mora shpejt tek Sephora. Unë I kam të gjitha gjërat, nuk ose më mungonte diçka dhe doja patjetër që të shkoja ta blija, por e keni parasysh, ne femrat futemi, rrembehemi dhe marrim gjërat e reja. Gjithsesi, mora një setting spray nga Charlotte Tilbury, se e kam gati në fund dhe mora një mini, se kjo ma nxoj çdo lloj çante kulete të kur udhtoj, është shumë më praktike se ajo e madhja. Mora këtë nga Lancome, 3 Serum Glow Tint Light Coverage, do të thënë ka më shumë hidratim dhe një tint të lehtë dhe një shkëlqim shumë bukur që unë zakonisht I përdor. E kam parë shumë në TikTok që e kanë sugjeruar përdorur dhe e kisha në wishlist, do të thënë për ta blerë në një moment që unë do lëvizja, është kjo këtu. Dhe do ju them, mora dhe një blush, një stick blush Too Faced në këtë nuancën që është pak chocolate e ngrohtë dhe është shumë kremozë. Më pëlqejnë shumë produktet e Too Faced.
Edhe me duesh, kam atë të Chanelit, është shumë i mirë, e përdor, atë përdor momentalisht, por doja diçka më praktike për ta vendosur dhe me marr kollaj me vete, se rëndon shumë e më mbushet ajo çanta make-upeve me gjëra kot. Kështu më mirë ti marr gjëra shumë praktike, kur lëviz pak të marr këto. Dhe mora një concealer nga Kosas. Besoj e keni parasysh, se edhe këtë e kam parë shumë viral në TikTok dhe është shumë kremoz, më thënë mënyra se si e përshkruajnë beauty influencer, mendoj se kualifikohet si një ndër concealer më të mirë. Unë kam Hourglass, mendoj, mirë thash, që është super mirë dhe shumë bulus, por doja diçka që t'ishte dhe pak më lehtë, hidratuse e kështu me radhë. Mora këtë nuancën këtu, se jam të parë këtu sepse kështu shumë vete, por në fakt ju jeni këtu te kjo kamera këtu, është zero mishe. Dhe fundi çfarë unë mora sot tek Sephora janë këto kapset si profesionale që zakonisht i shikoni i përdoren në parukeri, por unë i përdor për mos të patur këto që thash. Këto ishin gjëra që bleva sot tek Sephora, ndërsa mbrëm tek Another Stories, mora 2 lip gloss, njëra blije një dhe tjetrën e kishe falas, mora këtë ngjyrën kështu, shumë e lezetshme, tani duhet t'i blyej, edhe t'ja u tregoj, por edhe nuk kam shkëlqyes. Ishte shumë smooth, si velvet, jo e bezdisshme në buzë, por shumë e lezetshme. Dhe më pëlqeu që është kështu. Nuk ka as xixa, thjesht ka këtë lip glossin dhe ka këtë tintjen shumë pak të ngjyrës çokoladë. Këto ishin të gjitha gjëra që mora. Ju thash nuk është se kisha ndonjë gjë me patjetër për ta marrë, thjesht në momentin që u futa, përveç kësaj që e kisha vënë syrin për ta blerë, se ajo që kam nuk kam mbaruar. Dhe kështu me kam parë nga kokat e këmbët, gjithë kohës, kushdo që kisha përballë, ose ktheni kokën, ose në restoran, dyqan, në vende që ne ndalonim. Kjo gjëja është shumë unike dhe shumë e bukur, por edhe ngjyra nuk e çaj thua, është tepër veçantë dhe një ndër ngjyrat e sezonit që e shikoni kudo, në çdo lloj koleksioni ose designer këtu në Milano. Okej, tani kam folur kaq shumë sa që më duhet të pi një ujë që të marr veten. Drita është shumë e bukur këtu, edhe po pëlqen kjo hapësira kështu se më pëlqen ta pi kafen jashtë, jo brenda. Edhe kështu. Uroj t'ju ketë pëlqyer e gjithë video, gjithsesi komentoni që të kuptojmë pak a shumë se si ju është dukur kjo video. Gjithsesi ne shihemi edhe në videot të tjera, nuk do ta mbyll videon këtu, por që e sigurt që nuk do më dalë ndoshta koha për të folur shumë. Sa po kemi ardhur në dhomë dhe tani që do sistemoj të gjitha gjëra, thash t'jam tregoj pak edhe blerje që bëm. Atëherë, siç e keni parë, është kjo valigja Rimowa. Vjen kështu me dashbegun e saj, edhe vogla edhe e madhja gjithashtu. Është një gjë e mirë se kur i blini vet, ju përfitoni edhe tax free. Dhe normalisht është me leverdi kjo gjë. Dhe, sa bukur është, nuk e di. E adhuroj, kam marrë këtë modelin klasik me lëkurën e kuqe. Kjo është më shtrenjta tek valigjet në krahasim me valigjën e kauçukut. Pra që është alumin. Edhe shikojeni pak këtë detajin e kuq, e kemi personalizuar, ama më pëlqen shumë që nuk duket zinxhiri,
Pra shikojni, mbyllja është fikse. Nuk e di, e adhuroj. Më pëlqen shumë, por ne do I paguajmë kur shkojmë, se asnjëra nga këto nuk e kemi për ta marrë në valigje. Do të thënë, nuk e kemi në bilet, në valigje. Në valigje të sfutën valigje, por do I paguajmë. Të paktën atë tax free do ta shfrytëzojmë për diçka. Gjithsesi kam marrë shumë, çdo gjë që kam blerë kam marrë me tax free. Duhet ta kërkoni te çdo dyqan që ju blini. Është shumë e bukur, gjithsesi nëse keni interes për ta parë, e gjeni kudo në TikTok, në YouTube, në Pinterest dhe aty ku e blini tek dyqani ka të gjitha detajet. Më pëlqen shumë dhe e dyta është kjo që nxë deri në 25 kg, pra 20-25. Unë gjithmonë kur udhtoj marr një valigje për gabine lart, edhe një poshtë 20-25 kg, varet nga udhtimi që bëj, po jo më shumë se 25, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Maksimumi po të lëviz me fëmijët, mund të marrim 2 20-shë ose 2 25-shë dhe jemi okay. Por gjithsesi në udhtimet më të shumta që unë bëj zakonisht gjatë gjithë vitit është një e madhe një e vogël, ndaj kemi marrë kështu dhe mora këtë ngjyrën që është gri e errët, është shumë e bukur, kemi vendosur inicialet e Rogertit, edhe është kështu. Më pëlqen vërtet shumë, unë kam shumë valigje, por historikisht kam qenë e fiksuar me çantat, valigjet I ndërroja sipas ngjyrave. Por nuk kam patur asnjëherë një rimova. Jam shumë e lumtur, vërtet që disa nga gjëra që unë kam manifestuar dhe I kam patur në wishlistën time, tashmë po I realizoj një nga një. Kemi marrë, pra këtu kemi të gjitha blerët që kemi bërë sot te Zara. Dhe një gjë që më erdhi shumë I natë është se tani doli koleksioni Disney her Zara, jam shumë e lodhur, realisht më dhem këtu shpatulla, sa tani dëshira ime është të shtrihem edhe të pushoj. Gjithsesi, siç po thoja, më vjen shumë I natë se tani që u ktheva nga Disney, ishte nxjerr shumë gjëra të bukura, mund të bëja një, jo se nuk kam bërë një super content dhe veshje kisha plot, por ato gjërat e cute që kishin dalë tani ishin, nuk e di, tjetër gjë. Tani t'ja u tregoj të gjitha blerë që kam bërë për Rojnë dhe Pekin. Kemi bërë shumë blerje dhe nuk e kishim fare në plan, sepse nuk kishim vend në valigje, tham do marrin 2-3 gjëra që ne kishim pikasur, valigjet, kisha menduar telefonin e ri, por nuk e gjetëm, edhe në një gjë tjetër. Por të blinim ka shumë zhele, në pak fjalë, rroba nuk ma merr të mendja se ku do I fusim. Gjithsesi, morëm valigje, do e paguajmë se do e paguajmë, do e fusim poshtë edhe do e mbushim plot. Kam marrë këto jeanset për Rojen, duke qenë se kishin këtë lastikun, ai ka shumë qef edhe ja mora, janë në ngjyrën e errët. I mora edhe një palë në ngjyrën blu të hapur, më pëlqen shumë kjo ngjyra dhe ja mora edhe këto. Super, unë Rojit jam marrë për moshën 6-7, në të kundërt nuk I bëjnë. I mora këtë hoodin kështu, sweater, që kishte këtë shkronjën Roj. E fika fare ring lightin, mendoj se edhe kështu dukemi mirë, jo drita më mirë mundshme, por dukemi. I mora një palë bijama, tuta dhe bluz për në shtëpi. I mban shumë Roj këto dhe kishim nevojë për të tjera. Kemi marrë jeanse për Bekin, shikoni pak sa cute që janë. Kanë këto zemrat e kuqe dhe janë në ngjyrën kaf, më pëlqen shumë. Edhe këto ishin shumë bukura, jeshile me këto lulkat e me ngjyrë silver dhe gold, yll. I kam marrë një bluzë të thjeshtë për ta veshur me jeanse dhe me ndonjë gjë pak më të trash lart. Kam marrë këtë fustanin, se I bukur që është, nuk e di, ja e adhuroj. Edhe si material shumë të mira dhe realisht ishin shumë më lirë se në Shqipëri.
Nuk e di se çfarë ndodh, por çmimet aty janë shumë të shtrejta të Zarës, kur Zara është i njëjtë dhe nuk është në të njëjtën cilësi. Gjithsesi, mora dhe këtë fustanin dhe ky më pëlqeu shumë, super cute dhe i lezetshëm dhe materialet të plota që ka mundësi për t'i veshur edhe kur të ftohet pak. I kam marrë këtë si xhup, është goxha i trash, hoodie me kapuç. Nuk është nga këto që janë me push ose pambuku, por është ndryshe quhet scuba ky materiali. Dhe ja mora roj si i vesh shumë këto me zinxhir përpara, dhe pse ka ato të roakis, por kur nuk mjaftojnë veshje për fëmijë. Kështu që do i merja edhe me të tillë, të plotë, si më pëlqeu. Sa e lezetshme është një valixhe, si ka këto ndarjet super të bukura. I kam marrë këto pijamat Bekit, po flas shpejt se e di që kjo video do dalë e gjatë. Janë super cute dhe të lezetshme. Të gjitha këto dhe heq etiketat edhe t'i paketojmë. I mora mbathje rojit me personazh, me Minecraft. Bekit i mora, rojt a ke marrë set. Okej, ka marrë këtë bluzën sërish për në shtëpi. I ka marrë këto pupat sa të bukura që janë, shkojnë pak me geta ose në për shtëpi ose kur dalim deri tek zyrat e puna, kur është fresk, ftohtë, por jo shi, si normalisht nuk janë për shi. Ka marrë këto çizme të roj, gjysmë çizme, janë shumë për shumë të bukura, shumë stil, edhe të lezetshme. Ka shumë atlete, por këpucë me qaf ose çizme nuk ka, dhe në rast që fillojnë shirat ose lëvizin në vende pak më ftohta, i duhen patjetër, dhe pse Tirana Durrësi janë vende shumë të ngrohta. I mora një tjetër bluzë Bekit me lule. Më pëlqeu shumë që kafja ishte kudo dhe te veshjet e fëmijëve. Ja, edhe kjo. Kaf me vija blu për rojën. Një bluzë thjeshtë, praktike. Ja, e mora këtë setin që është në material si leshi, i plot, por shumë i bukur me këto lulet dhe me këto si flutura. Shumë i bukur, i lezetshëm, o zot, sa bukur që janë gjitha, ja dhuroj. Kemi marrë këto tutat me këtë detajn e xixës kështu, po është pambuku dhe e butë, njëkohësisht dhe ka këtë prerjen cute që vjen kështu si cowboy, edhe këtë bluzën. I mora set se është më rahat, i vesh aty dhe mbaro punë. Rogleti ndërkohë po bën dush, edhe unë po bëj punë. Shikoni pak të xhinset kapsa të bukura që ishin tek sektori i djemve. Më pëlqeja shumë sa thash, dua dhun një palë të tilla, ngjyra është perë. Shmeni? Edhe prerja. Shumë e bukur. Çfarë kemi marrë tjetër? I mora disa badi Bekit. Mora nga këto që janë 5 copë, pambuku. Në moshën 12-13, Bekit tani është 15, por që i bëjnë deri nga dhjetori i bëjnë për ta njëjtuar që t'ja vesh poshtë bluzave ose seteve që i kam blerë. Këto ishin që kemi blerë sot të Zara. Që kisha? Si që dini, unë të Zara nuk para blej shumë për vete. Unë të blej gjinse ose në një gjë që unë nuk e kam të koleksionet e mija. Shikojni pak këtë tek ky koleksioni që kishte bërë me Disney. Ishte shumë e lezetshme kjo gjëja për ta vendosur në çanta. Ishte edhe ngjyra të tjera, po kjo kafe më pëlqeu më të rrojë më tepër dhe detaji portokallisë është fantastike. Tani këto ishin blerë që bëmë sot, por t'ju tregoj pak dhe blerë që kemi bërë në mbrëm. Ja ku erdhëm dhe veshjet të tjera që kemi blerë në mbrëm. Kam bërë blerje për gjithë vitin, nuk ka nevojë më për blerje. I mora këtë pulovrën, këto i kemi marrë tek Mango. Jo, të HM-ja, si kemi marrë disa të Mango, disa të HM-ja në mbrëm. Është kjo pulovra me këtë detajn e dantelës, super cute dhe shumë e lezetshme. Po i vendos këtu se të gjitha do sistemohen sërish. I mora këtë pulovrën vdiqa kur e pash pëlqeu shumë, nuk është për tani, është për vitin tjetër, po nuk e di, mendoj se kjo është një ndër ato
gjëra që janë shumë klasike dhe shumë të lezetshme dhe nuk ju ikën kur koha dhe e mora. Çfarë bëjmë kur na pëlqejnë gjërat? Këto i kam marrë një paltuta që kanë këtë pjesë me push brenda dhe janë shumë të ngrohta për shtëpi dhe të rehatshme. I kam marrë 2 body tek HM-ja. Janë të lezetshme dhe të bukura, sikur me një paltuta dhe në për shtëpi shumë okay, por edhe për gjumë. I kam marrë këtë setin super cute dhe super të bukur, shikoni pak. Është shumë, po shumë i bukur dhe materiali më pëlqeu shumë, që është kjo lloj teksture me vija, por gjithashtu edhe shumë i butë. Tutat e jam marrë moshë më të madhe, por do t'i rregulloj tek punishtja se nuk kishte dhe i doja patjetër se pëlqyen shumë. I mora dhe një të zi, se ju thash më pëlqen materiali tepër dhe fakti që është set, edhe kur të ftohet pak më shumë, edhe kur t'jetë shumë ftohtë i vesh një xhup sipër dhe e ke sajuar. Për vete tek Another Stories kam marrë një body me këtë materialin, vdes për këtë punimin, e adhuroj dhe sidomos në këtë ngjyrën qumshti. Më pëlqeu shumë dhe janë tamam këto gjërat bazike që ti e para nuk ngo për shkur se konsumohen shpejt. Dhe i dyta i vesh me xhaketa, i vesh me bomber, i vesh me xhup, lëkure, i vesh me trench, me palto dhe ti je veshur mjafton. Këtë gjën, palto sipër dhe je super mirë. Edhe ngrohtë, mora dhe këtë që është në këtë formën polo, por ishte shumë i bukur dhe mirë. Këtë e mora tek Mango. Tek Mango mora dhe këtë. Dhe këtë e mora fix për të njëjtën gjë. Unë në dimër nuk jam nga ata njerëzit që kam ftohtë shumë edhe nuk para i vesh shumë të gjëra që janë leshi, por mjafton të vesh diçka të plotë poshtë edhe një xhaket lart jam super. Ju e keni vënë re besoj se trendet e fundit na kanë risjell edhe një herë vijat, stripes, edhe më pëlqeu shumë ky kombinim i rozës, blues, baby blues dhe si bordeaux, pra burgundy. Është. E mora XL se e doja pak të lirshme, jo kështu fikse, me vesh me xhinse, perfekt për përdita. Këtë e tregova. Gjithashtu te Mango mora edhe këtë, më pëlqejnë shumë të ngjyrat e vijave që kanë, super yll, edhe thash ta kem se kështu për përdita. Mora një tjetër pullover, nuk kam patur asnjëherë pullover më të shkurtra, gjithmonë më të gjata. Dhe kjo më duk shumë interesante dhe ngjyra kafe, super yll, shumë e plot edhe shumë e mirë. Kjo ishte tek Another Stories. Mora një lek si gjup për roj në blu, navy blu, shumë i bukur dhe i plot dhe i lehtë dhe i ngrohtë se roj i mban shumë këto me një hoodie ose me një sweater. Këto sipër dhe perfekt. Mora një kapele, më pëlqeu kjo kadifja dhe në këtë kafën, po ta shikoni, në gjitha ngjyrat e kafës është gjithë koleksioni i imi, ky këtu që kam bërë blerë për fëmijët dhe për veten. Më pëlqeu kjo, mund të bëj në një ditë që nuk i kam mirë flokët edhe në një outfit të lezetshëm. Kjo gjë ishte gjë më e bukur. E mora tek Mango. Po. Dhe më pëlqeu shumë kjo ngjyra e xhupit, si kamosh, po me këtë pëllushin brenda, e bukur, e ngrohtë, e kombinueshme me kapuç për bekin, për nga dhjetor janari se nuk është se bërë shumë ftohtë Shqipëria. Tani, kam marrë një gjë tjetër shumë të lezetshme, ti që kur i pash, i doja patjetër t'ja merrja. Janë këto çizmet e vogla, lëkure, janë super cute. Ja kam marrë masën 22. Super të bukura. Dhe tjetër, çfarë kemi marrë? Kemi marrë këto tutat, pambuku, për beki, si që thash me ato body. Këtu kam marrë çorape për rojin, për veten time. Ja, pa fund çorape, unë nuk mjafton kurrë me çorape, sa herë udhtoj marr shumë, se në Shqipëri gjej, po, jo kush e di në një gjë, maksimum e aty tek Calcedonia Outlet, por që janë dhe shumë shtrenjtë. Mora recipeta të këmëj kanë shumë të mira dhe më pëlqejnë se herë lëviz i marrë këto. Shqipëri s'para blerë në thënë drejtën.
Mora dhe këto mbathje dhe tek mango këto çorape që janë kështu si lash dhe shumë bukura. Këto ishin gjërat që kemi bler. Rroba pafund, roj në i zërë valigja, besoj se po, thjesht duhet të sistemoj. Dhe dy palët e syzeve që unë mora janë këto këtu, tek And Another Stories, janë këto, shumë të bukura, janë shumë stil, shumë të lezetshme, më pëlqeu edhe skeleti edhe lentja që vjen kështu si kaf dhe një palë tjera që më pëlqeu skeleti, ishin këto me këtë gjën kështu dhe vin transparente. Po mua më shkojnë shumë këto modele dhe më pëlqejnë vërtet tepër dhe unë i mbaj, nuk si marr vetëm për aksesor, unë i përdor shumë edhe prandaj marr ka shumë syze se i kombinoj çdo ditë dhe i vendos. Dhe syze tjerë që mora janë këto tek Miu Miu dhe këto janë yll të bukura. Ambra thoshte si profesoresh, si që thash Ambra nuk është sonte këtu me neve se ka shkuar tek motra vet, takojmë nesër dhe pastaj i kemi mbas dite. Reggetevi ai sostegni. Please hold on to the handrails. Ta gëzosh. Sot s'ka filmuar thuaj se fare, duke qenë se ka qenë gjysmë dite dhe pjesë të tjera na ka shkuar aeroport, ka qenë një ndër ditët më të lodhshme, nuk e di pse kishte kaq shumë turista. Mund të kemi qëndruar mbi 2 orë vetëm te kontrolli edhe te policia normalisht mbi 40 minuta. Edhe pse ishim thuajse 4 orë para. Nuk e di, por mos ta humbasim, kemi vetëm 30 minuta kohë. Nuk mund të ecë më shpejt. Para kam Rogertin dhe Ambrën, kanë ecur më shpejt se unë. Por mua nuk më bën më këmbët. Kemi ardhur në fund të këtij vlogu. Uroj të ketë pëlqyer. Ja kushtallet me mua. Këta dy që i kanë kamet e gjata edhe fluturojnë. Jej, arritëm.